Shqipëria renditet mes 20 destinacioneve më të lira në botë për pushime, sipas medias spanjolle Skyscanner, e cila e cilëson vendin tonë si një nga alternativat më të mira për turistët që kërkojnë çmime të përballueshme, natyrë mbreslënse dhe përvoja autentike. Në artikull theksohet se Shqipëria ofron disa nga brigjet më tërheqëse të mesdheut, ndërsa kostot e pushimeve mbeten më të ulta, krahasuar me destinacione të njohura si Greqia, Kroacia apo Italia. Vëmendje e veçantë kushtohet rivierës shqiptare me plazhet me ujëra të kristalta, fshatrat piktoresk dhe peizazhet ku malet zbresin drejt detit, Ksamili, Himara dhe Dërmiu, përmenden si destinacione që vijojnë të ruajnë bukurinë dhe autenticitetin e tyre, ndërsa çmimet konsiderohen ende konkurruese edhe gjatë sezonit veror. Por Shqipëria nuk ofron vetëm turizëm bregdetar. Skyscanner veçon gjithashtu Beratin dhe Gjirokastrën, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, si dhe Alpet shqiptare, të cilat përshkruhen si një prej zonave më tërheqëse për ecje malore në Europë. Sipas media spanjolle, një turist mund të përballojë pushimet në Shqipëri me një buxhet ditor nga 40 deri në 70 euro. Kjo e bën vendin një alternativë të favorshme për ata që kërkojnë të shijojnë mesdheun, klimën e ngrohtë, pasurinë kulturore pa kostot e larta të destinacioneve tradicionale. Në listë krahas Shqipërisë janë përfshirë edhe Tajlanda, Portugalia, Rumania, Maroku, India, Peruja dhe Nepali.